vëmendja shtetërorëve ka qenë krejt dikun tjetër. Vëmendja shtetërorëve ka qenë te ekonomia, te çmimet, te pagat e ulta, te pamundësia me i rrit fëmijët me shkollu në Kosovë dhe rrjedhimisht riorganizimi jonë përkon saksisht pra me nevojat e shtetërorëve në Republikën e Kosovës. Pra ajo çka ne kemi bërë, rrugtimin ton, riorganizimin ton, zgjedhjen e kryetarit partisë të cilin e kemi kandidat për kryeministër, pra përputhet saksisht me nevojat e shtetërorëve të Republikës së Kosovës. Pra sot në Republikën e Kosovës nuk ka nevojë për kaq shumë politik. Sot në Republikën e Kosovës ka nevojë për një orientim të zhvillimit ekonomik të vendit tonë. Gjithë potenciali i Partisë Demokratike, gjithë potenciali i kandidatit tonë për kryeministër është i orientuar në zhvillimin ekonomik dhe në përmirësimin e jetës së shtetërorëve në vendin tonë. Ajo që duhet ta them është që siç e thava ti këtë fushat tonën e karakterizon një angazhim i jonë në prezantim të programit tonë, në prezantim të së armës se si e shohim dhe jo në konfrontimet politike në luftën politike. Unë kam qenë një për figurave që 5 vitet e fundit rolin e kam pas konfrontues, jo promovues. Gjithmonë shefat e grupeve parlamentare janë të sulmuar. Dhe ka qenë një periudhë jo e lehtë për mua, ka qenë një periudhë ku realisht kom kundërshtuar shumë procese përmes gjykatës politike që besoj do të flasim më vonë, dhe sot angazhimin ton nuk e kemi në konfrontim. Sot angazhimin ton nuk e kemi në kritikë se çka ka ndodhur 5 vitet e fundit. 5 vitet e fundit nuk mund t'i ndryshojmë. Janë ashtu siç janë. Mirë po të ardhmen 5 vitet e ardhshme i kemi në dorën tonë. Dhe rrjedhimisht atë çka sot ne angazhohemi si Parti Demokratike e Kosovës është me diskutuar se si do të jetë jeta e shtetërorëve 4 vitet e ardhshme në qeverisin e Bedri Hamzës. Abelard, pra Kosova përballet mas pari me një inflacion jashtëzakonisht të madh, pra përfshir edhe jo thjesht inflacion që vjen nga produktet jashtë, por inflacion edhe të brendshme, një krizë energjetike që ja ka hongër Kosovës 4 vitet e fundit 1 miliard euro dhe çmimet e energjisë që sot qytetarët e Kosovës i kanë marrë faturat e energjisë që kur më të larta s'kanë qenë. Fushata PDK-s, pra çka synon, edhe mbi të gjitha, çka premton Partia Demokratike e Kosovës për planin e saj, për ekonominë, për çmimet, për energjinë. Ajo që do të ndodhë janë disa çështje të cilat mund të intervenohet që në muajin e parë. Për shembull, po t'i rëndizit disa prej tyre që do të ndodhen që në muajin e parë të qeverisë së zotit Hamza. Ngritja e pagave në vendi duhet bëhet përmes ligjit, përmes ndryshimit të ligjit në kuvendin e Kosovës. Dhe ky ligj do të procesohet, siç ka thënë zoti Hamza, më së largu brenda 6 muajve të ardhshëm apo edhe më herët në qeverisin e tina. Që do të rriten pagat 50% për gjithë shërbysit publik, për gjithë punonjësit që marrin për 50%, por për gjithë qytetarët që marrin pagë nga buxheti i Kosovës. Dhe kjo do të jetë një rritje signifikante e cila do të ndikojë direkt në cilësinë e jetës së tyre. Ajo që është e rëndësishme është që do të rriten pensionet mbi 50% dhe po ashtu nuk do të ketë pension në Republikën e Kosovës në 250 euro. Çështja tjetër që do të intervenohet përmes ligjit po ashtu do të jetë largimi të VSH tek energjia elektrike dhe të produktet bazike ushqimore që ne i blejmë në bazë aditore. Për ta mundsuar një ulje të çmimeve, ne do të angazhohemi që të VSH-n ta largojmë nga energjia elektrike dhe të VSH-n ta largojmë nga produktet esenciale ushqimore që qytetarët tonë i blejnë në bazë aditore. Pra, në njërin anë do të rriten pagat, që është shumë e rëndësishme, dhe do të rriten që atësa do të ndikoj për smiri jetën e tyne, dhe në anën tjetër do të ndikoj në zbritjen e çmimit të energjisë elektrike, që është po ashtu shumë i rëndësishëm, dhe në zbritjen e çmimeve bazike ushqimore që të shportës ditore. Çështje tjetër që është shumë e rëndësishme, që do të na ndërmarrim qysh në javët e para, është procedimi shfuqizimi i ligjit të tatimit në pronë. Ne, Leonard, gjatë kësaj periudhe nga janari i vitit 2025, ne e paguajmë me 200% në rritje të tatimin pronë për shtëpitë tona. Si është suspenduar për shkak të fushatës vitit kaluar? Jo, është suspenduar vetëm për objekte afariste. Vetëm për objekte afariste. Jo për banesat tona, jo për shtëpitë tona. Private janë paguar me 200%. I kemi paguar me rritje. Do t'i paguajmë me rritje tash, domethënë për të vetë do t'i paguajmë me rritje. Ndërsa nga janari do të paguhet, do të jetë tatimi në pronë i përshkallëzuar, do progresiv, që sa më e madhe të jetë vlera e objektit, aq më i madh do të jetë tatimi. Nëse ja shton bizneseve, nëse arrit biznesi çmimin 250% të energjisë elektrike, nëse arrit tatimin pronë deri në 300%, atëherë realisht po e ngulfasin këtë vend.
Këto janë politika që po e ngolfasin këtë vend. Ne pikërisht do t'i ndërmarrim këto hapa. Po ju do ta shfaqizoni këtë ligj. Absolutisht. Ky përtim elektoral i Bedri Homzës. Përtim elektoral i zotit Homza, që qysh në ditët e para do të procedohet ligji i cili përmes atij ligji do ta shfuqizojmë normat e reja të tatimit në pronë. Pra, sepse është shteti i Kosovës ai që bën vlerësimin e pronës dhe pastaj do ta paguash tatimin. Pra, nuk që është saktësisht ashtu duhet të jetë. Mirë po normat të cilat janë të përcaktuara janë të papërballueshme për biznesin Kosovë. Pra, sot është e frekshme kur e mendon mas rritjes kur një biznes, hoteleri, që kam rastin ta njoh, kur në para 3 muajve ka paguar energji elektrike ose në muajin e njëjtë, në muajin nëntor të vitit kaluar ka paguar energji elektrike rreth 22.000 euro, sot i njëjti paguan energji elektrike në muajin nëntor të vitit, pra 2025, paguan energji elektrike 47.000 euro. A mund ta imagjinosh? Nga 22.000 euro, 47.000 euro paguan energji elektrike. Shto këtu edhe rritjen e tatimit në pronë. Pra jeta në Kosovë po bëhet e papërballueshme. Pra ne nuk merremi me të kaluamën se si tash nuk mund ta ndryshojmë. Është 5 vjeçar që ne kot e diskutojmë mirë, po ne po i vlasim qytetarëve dhe po ju kërkojmë mobilizim, po ju kërkojmë bashkëpunim, po ju kërkojmë që ta dërgojmë vendin përpara. Të gjitha këto që po i themi janë të prekshme. Nuk po flasim projekte astronomike që me ardha dhe me diskutu me ekspert a bëhet kjo, as bëhet kjo. Pagat rriten, tatimin pronë largohet dhe jetë siç ka qenë. Të vëshën e produktet esenciale ushqimore që ndikon direkt në zbritjen e çmimit do të vjen. Dhe rrjedhimisht ne besojmë që me zotin Homza si kryeministër dhe me një qeveri prej profesionistëve, duke i ndërmarrë këta hapa qysh në fillim në 16 orën e parë, ne do ta krijojmë një ambient shumë më të mirë për të jetuar në vendin tonë. Sot bazuar në statistika zyrtare të organizatave që e kanë marrë opinionin publik viteve të fundit, siç është edhe UNDP-ja me pulsin publik, sot po ta jap një shifër që është shifër saktë që vjen pikërisht pra siç thash nga UNDP-ja, janë rreth 40% të rinjve të Kosovës, të cilët janë të gatshëm me lëshu Republikën e Kosovës. Me marrë 200.000 tjerë kanë lëshu për 4 vite. Janë 40% e rinisë tonë që janë të gatshëm me lëshu Kosovën. Kjo nuk është statistik, kjo është alarm për shoqërinë tonë. Dhe kjo alarm do të menaxhu gjithë secilin. Pra me mendu 40% e shoqërisë tonë, e rinisë tonë, njerëzve që mendojnë me sjell perspektive në këtë vend, me zhvillu ekonominë e këtij vendi, me zhvillu arsimin, me mendu me lëshu Kosovën, është alarm i madh. Saktësisht pra kjo duhet me na zgjuar nga gjumë dhe duhet me punu shumë, mos me u marrë me të kaluar më mirë, po me pa të ardhmen, me pa se si arrim me kriju së bashku këtë vend të jetueshëm me mirëqenie të mirë. Keni një statistikë tjetër, dikun 80.000 njerëz që kanë marrë pi Kosovës për vizat punës. Viza pune. Ndërkohë qeveria krenohet që 80.000 i ka punësuar gjatë këtyre viteve, pra 80.000 vetëm kanë marrë vizat punës, ndërkohë 200.000 mendohet që është numri i qytetarëve të Kosovës që e kanë lëshu Kosovën, që i bjen një 4 vushtria, janë zhdu për 4 vite. Pe hartës tonë, pe vendbalimeve tona. Saktësisht numri i qytetarëve 3 që janë aktiv që do duhet të ishin aktiv në tregun e punës. Që në bazë të agjencisë statistikave që mendohet që e kanë lëshu Kosovën gjatë prej periudhës pas pandemisë, pra prej, domethënë dikon fund ndoshta kur kanë filluar me u zbut masat nga fundi i vitit 2021, deri fundi i vitit 2020 në fakt, kur kanë filluar me u zbut masat se kemi qenë ende në pandemi, dhe pra pas asoj periudhe largimi i qytetarëve të Kosovës mendohet të jetë dikon rreth 250.000 qytetarë që janë larguar për këto 4 vite gjysmë sa po i bën prej Republikës së Kosovës. Këto janë shqetësuese. Shto këtu faktin që e kje edhe 40% të gatshëm të rinisë Kosovës me lëshu Kosovën, kjo është alarm për cilin asnjë qytetar, asnjë politikan, asnjë zyrtar nuk duhet ndihet rahat dhe duhet të shohim vetëm ka ardhmja. Dhe këto janë masat të cilat do t'i marrim qysh në muajt e parë. Nuk po flasim sepse mendojmë që zoti Homza do të arrijë me kriju një ambient shumë stabil për investitorët e huaj.